Periudha nëntor-mars mbetet edhe më problematike për sëmundjen e gripit, ndërsa zgjidhja mbetet kryerja e vaksinës, e cila ndihmon ndjeshëm tek personat me më shumë risk. Mjeku i Qendrës Shëndetësore Novosel Arben Xhuveli ka konfirmuar se edhe në këtë njësi kryerja e vaksinës ka nisur të kryhet më shpejt se vitet e tjera, ndërsa interesi ka qenë i lartë nga qytetarët për ta kryer këtë vaksinë. Tani jemi në periudhën kohore që fillojnë shfaqjet e para të gripit sezonal. Zakonisht periudha nëntor, dhjetor, janar, shkurt edhe mars është periudha që gripi ka intensitetin më të lartë, mund të filloj pak më herët, mund të mbaj pak më gjatë, por kjo është ajo periudha kryesore. Ne nuk kemi hyrë akoma në atë fazën epidemike të sëmundjes, themi që është përhapur, por jemi në fillimet e shenjave, rasteve të para të ralla. Përpjekja më e madhe që bëjmë ne është në drejtimin e parandalimit, që është vaksinimi si mjeti kryesor parandalues si një kësaj sëmundje. Vaksinimi ka filluar këtë vit më herët se vitet e tjera për disa arsye mjekësore. Është vendosur që këtë vit vaksinimi të fillojë më herët, pasi është shpritur që dhe gripi të fillojë më herët, kështu që ne jemi në atë fazën përfundimtare të vaksinimit tani. I kemi arritur ato objektivat e përcaktuara për vaksinuar. Megjithatë, vaksina e gripit, siç e quajmë në fillim, është mjeti kryesor që kemi për parandalimin, dhe çdo objektiv që mund të arrish është gjithmonë i mangët, ka gjithmonë vend për më shumë. Përbërë kështu jemi akoma duke u marrë me këtë çështje. Moshat më të riskuara mbeten padyshim të moshuarit, teksa sipas mjekut duhet që qytetarët ta kryejnë vaksinën e gripit prej moshës 50 vjeç. Edhe fëmijët deri në 6 vjeç janë në moshën e riskut, ndërsa referuar njësisë administrative në Novosel janë kryer deri më tashmë rreth 1000 vaksina brenda objektivit të përcaktuar. Janë grup mosha, po janë dhe kategori. Në ç'është kuptim? Domethënë grup moshat janë gjithmonë të moshuarit, ai quhet mosha e tretë. Dhe moshë të tretë, pavarësisht se tani njerëzit janë më të shëndetshëm, e ndjejnë veten të fortë. Unë mendoj se një person mbi 50 vjeç, në të 50-ta, duhet filloj ta mendoj seriozisht kryerjen e një vaksine të gripit, pasi është më mirë të jesh i vaksinuar se të kalosh një situatë gripale, e cila mund të lodhë me një pasojë se thjesht mund të lodhë shumë, të mbajë në shtrat, krijojë një paftësi për punë dhe për nevojat e tjera. Gjithsesi, grup mosha kryesore janë mbi 65 vjeç, ajo që quhet është e njohur si moshë e tretë, dhe ata janë grupi kryesor dhe ku ne përqendrojmë punën tonë. Por një grup moshë tjetër janë edhe fëmijët, deri në 6 vjeç, që janë një grup moshë gjithsesi e riskuar, dhe ne merrim dhe me ta kuptohet ka ato, duke qenë fëmijë, ka ato rezistenca ndaj pendeve, por unë gjithmonë ju bëj thirrje që të jenë më të hapur drejt vaksinës së gripit, pasi një vaksinim mund ta ruajë fëmijën nga një komplikacion që është për hir vërtet janë të shpeshta te fëmijët, këto komplikacione ndryshme me pasoja që vinë mbas një gjendje gripale. Furnizimi me vaksina është bazohet në traditën e vaksinimit të përvitshme. Dhe ne kemi pas një target si vjet për 1000 dozash, për të kryer të cilin pothuajse kemi zënë dhe kemi në plan që ta kalojmë, dhe duke krahasuar shifrat, mendoj se jemi në një stad të mirë të vaksinimit. Interesi ka qenë sigurisht sidomos në ata që janë rregullisht vaksinohen. Mos harro, ka një grup njerëzish të cilët e din kur vin vaksina për vit, janë mësuar dhe çdo vit bëjnë dozën përkatëse. Dhe si vjet jemi më mirë në shifra se sa vitin e kaluar për shifrat e vaksinimit. Gripi mbetet një nga virozat më problematike të stinës së dimrit, ndërsa kryerja e vaksinës mbetet një nga zgjidhjet dhe mënyra më e mirë për të mbrojtur, kryesisht për personat me risk.